Një ata njerëz një farë mënyrë sakrifikohen. Ju jeni sakrifikuar me atë punë, e ki ba bukur, e ki ba mirë, me nërshmëri me tana, edhe unë e kam ba mirë, edhe me nërshmëri me tana, kur kam kanë në Hekurull, kur kam kanë në fabrikë putzëve, që kam kanë atëherë, nuk kam ba sakrificë, kur e banë atë që të ka saktu Zoti me ba, pa privilegj. Se për shembull, nuk ka sakrificë që ti i gjenet grus afer, fëmijëve afer. A kupton, ke punu ditë e natë, ke kursy, a ke hek vedit, që ata me mujtë me shku në shkollë, me baj jetë ma të mirë. Sepse një janë në gëzimin. Hëzët një, po da thom i kaqë me gjithë zemëri. Në kjofë se donë me ditë një njëri që i vunë në këtë botë. E që me ta man duhet me të lojmët. Adin mu janë ata që i thojmë na egoist, ato se selfish people. Njerëzit që jetojnë për vedi. Një ata njerëzit ma të vujtën që janë këtë botë, kjofë se kanë edhe miliona e miliarda dollar. Edhe në kjofë se kanë famën, kjofë se kanë talentet, kjofë se kanë diqa. Po jetu në për vedi, ata në të marumë. Zoti na ka kriju ne për me jetu për një tjetë, kja është natyrë, e i këtë duhet me rëflunë. Kjofë se i shkojmë nesh natyrës, i kena shku nesh direkt Zotit. E kena kundërshtu Zotin direkt. Pra nej njerëzit, kjo amenimi jem, njerëzit fillojnë me jetu një atë moment që fillojnë me jetu për dikën tjetër. Pra nej Zoti e ka kriju burrin e gruan për me pas fëmijë, që me pas kuptim jeta. Jo e njifni, se nuk du me përmen e lemin, por s'po munem Hanen dhe të vukaj, edhe në motër në Jozefit. E talentume, e meqme, me pare, se punojnë me të vëllanë me tana. Mas vdekjes të bijës ka kry. Një farë mënyrë, unë i besoj Zotit sa e ka fejnë e fort, adin e ka atë mirën e fort, po i ka refelata. Kja është atë tragedia që kisha me thanë, që i lutemi 100.000 herë Zotit me gjithë zemën, thëmë, vede ma i familjen mirë, ma i afër, ruj për e të keqit, edhe Krishtin a ka mësu me i ruj për e të keqit. Pa e besoj se aja, ashtu si hanë edhe shumë tjera, Nana Emilianit, e gena shumë, edhe ata gazullë janë që kanë pas humjet e fëmijët e tyne, janë lidhë me Zotin, atë fillon një mënyrë tjetër për me e gëzu edhe për me pas kuptim jeta, sepse ta shem të jetu për lavdin e Zotit, për vllaznit, për motat, për dashnit. Pra nëj, ju s'keni ba sakrificë, ju keni një gëzim e knatësin familjen tuj, një është si një gëzime e knatësin punën tuj, me gjithë se s'paguhesh, asë nuk e mërra që mundin që i ven kurkun, po përpse e baj, e një është të unë, nuk mundin me thanë që kam ba sakrificë, unë e qubi privilegj, ku më zgjedhi muaj, me kanë prifti ti, kur kam pas shok, një shok, Gjovalin Celin e Zefnojnë, e këta që ishin ba prifta ma të mirë se unë i qënë herë. Po i të ka kanë, në këtë kuptim është, për atë gjithmonë, kur e shef një njeri që aty i ba punën e vetë, edhe ato e ba për tjertë një njeri lomëtën. Unë ju falenderoj shumë edhe për thjeshtësinë që ju tregoni, por kur bie fjala për sakrificë, këtu është fjala ke sakrifikuar krijimin e familjes tuaj. Edhe këtu po të marrim një shembull, në komunitetin tonë në Amerikë janë mbushur universitetet nga studentët shqiptarë në të gjitha fushat, është një kënaqësi, një sukses i madh. Por tek këtu shikojmë ose s'ka fare ndonjë student që të vej për prift. Po ma kujton një moment kur jam kanë seminar, ka 2 herë në vjetë seminari thirë të prind, ose të afërmit e studentëve i bate një darkë, pash kishë mundësi mu njoft njëni me tjetërin. Edhe ishte nana një shokët të me dhe baba, dishin për jetën teme, se ka marrë për i Shqipni jetë me radhe. Atë kalimin e për liqe, burgu, tane periulla që ka kanë për kampin e refugjatëve, me ardhë në Amerikë, me punu i vjetë, atë janë me shku me hinë seminar, mu ba prift. Baba e ati shokët më thotë, Fred, të admiroj me gjithë zemër që ke ardhë për një venit dvorfen, ke ardhë në pikë tjetës, në kulmin e jetës, 33 vjeqë, atë me tana mundësi, në vendin e land of opportunity, me ardhë në vendin e mundësive, këtu në Amerikë edhe ke gjithë për mu ba prift. Edhe një farë mënyrë, për pat konceptin e sakrificës që ke me sakrifiku. I thaqë,
Mr. Rafferty, me ta thanë drejtin, tha që unë e shiket kundërtën. Më tha, si. I tha që unë jam kanë në shkretin. Edhe kur jenë shkretin me pa zotin në kollaj, se s'ke as pema, s'ke kur gjanë, edhe me një zotin në shkollaj. Unë habitim i thëmë për djalin tanë, e për i ta shokët e mi seminarista, që janë tanë me universitet, kanë le në Amerikë, kanë me universitet, kanë punu, që Tim Nelson i tha që ka kanë doktor zemret, ka pas $300,000 në vjetë. Dhe thanë, ka pas të ardhëna. Djaliot i tha që ka kanë profesionist me baseball, edhe a i ka ba parët male. A i teti, si ka mundësi këta djelmë tri, që kanë le në Amerikë, edhe që ka me qina kurtha, për mi kap, golden i tha që golden snares, dhe thanë kurtha, janë me parën, jo me biznisin, jo me pozit politike të në vend tjera, e shkojnë hinë midis ati labirinthit, joshës, që a joshës në çdo moment, e shkojnë e gjenë Krishtin, e thash, ata më habisin mu, për mua ka normale me gjenë. Don Fredi, pikrisht të kjo mundësi, të këthirja, a mund të shpjegosh pak pasi duke qenë priftërinjt njerëz jo me shumicë, me pakicë, a ka mundësi të shpjegosh pak thirrja? Ç'është thirrja? Shumë herë njerëzit adin nuk mundin me gjetë thirrje, nuk din miran të thot, nuk e di kusha thirrja jeme. Lorata ma e shkëlqyshme që të ka dhënë Zoti një thirrja. Se ju jeni të veçantë. Lorata shumë të veçantë jeni. Si edhe ju jeni i veçantë kulm. Po pse, a nuk ka i veçantë baba jot atë? Kujtohet e historia? E di po. Që të ka thënë ishtu edhe njërë, aja kulmi. Do thënë, a i ka pas një baba juj me këtë si e kuptojën, bambe pa kanë prift, kishte kanë një në matë mërkullushmin. Sa i ka pas atë knatësin, e të njëjtën koloratën me penetru thellë në labirinthin e shpirtit. Nuk ka pa të jashtë në naj, as nuk ka pa menen, ka shku të shpirti. Kur them unë, ju jeni të veçantë, nuk kam parasysh dikush ka zgjedhur për doktor, inxhinier, dentist, farmacist, për avokat. Unë kam parasysh që martohen, krijon familje dhe priftërinjt katolik dhe klerikët bektashizmit nuk martohen. Këtë e quajmë sakrificë. E quajmë se jemi shumicë dhe e quajmë sakrificë, keni bërë ju jeni të kënaqur, po ne e quajmë sakrificë. Po e lidhi pak me arratisjen teme prej Shqipënisë. Urdhro. Unë e kam di që Amerika mirë, po se kam njoft, as se kam pa. Kur se kam, veç kam një që është veni mundësive edhe veni mirë. Edhe për me arriti këtë duhet me kalune për do vështirësi. Një ata 7 orë gjysë në një muj burgën Kotor, 3 muj atë në Beograd, në kampin e refugjatëve, me arë një vend pa Gion, pa Tana. Do ta bëjmë një rrëfim për atë. Mu integruhe me këta, me komplete me këta gjana tjera. Pra, njaja që më ka shty mu, për me lanë Shqipninë, 33 vjetë, nuk se kam ba lanë një gjurëm të malë, po kam pasi i pelgë temin të mirë, që disë me të thanë, me shuqnine, me ata idenat e me të rëndë të tjera, mi lanë karet, edhe me shku për martu. Se e kam ditë, se kur të shkoj atje, ka me kanë mundësia, për me ecë me përparun ata. E njajta gjashtë edhe me jetën shpirtnore, që thot Krishti, tanë ata që kanë lanë babën e nanën, gruën e fëmijët, vllazënit e motrat, tokat e pasunin, kanë me marrë 100 fish. Në këtë botë, thot, kanë me gjithë ma shumë vllazën e motra. A i ki pa sa fëmijët i pak zëj? A nuk janë një farë mënyrë të fëmijët e mi shpirtnora? Po sa familje që i martoj? Edhe gjithmonë ja thëmë e gjithë zemër, kur para se mja vu konorë, një thëmë, faleminderit për ju që më keni dhanë mu, një vend kaq të rëndësishëm një jetën tuaj martësore. Ta një jetën tuaj keni me thanë Don Fredi, na ka martu në kishën e Shënpallit, keni me thanë fëmijëve tuaj, nipave tuaj. E tanë ata që janë, do thanë 50 martesa në vjetë, me tanë ta vjetë, qysh janë baj 25 vjetë. Atëherë në dyta, njerëzit kapën ka herë të ana monetare, të ana pareve. Që ka tha një kristian, që ka një filozof kristian i famshëm, vimen këtë botë pa kur gja, luftojmë për gjithë qa, e lajmë me ikë atë që kena fitu edhe shkojmë pa kur gja.
I kena grumullu ata parë, kena luftu me fute $100,000, $200,000 në banket, anë, e napim dikuj, edhe shkojmë pa kur gjamë. Kja nuk do me thonë gjamë me dekoraju, po na, pse luftojmë për gjithë qa? Luftojmë për tonët. Luftojmë për atë tonin. Shive sa bukur e ke kirju i këtë ambjent. E ke kirju i këtë ambjent me në knaq ne. Ti kishë mujtë me vunja aty fotografi, mrapa me kanë kamera aty edhe mu duk mirë. Pra ti njën knaqësi, tu i dhanë knaqësi. Ti njën knaqësi, kur i në knaqësi tjerve. Një ashtu si ai që ka restorantin, knaqët kur vi njerëzit e, unë knaqëm kur vi njerëzit e në kishë. Me gjithë zemër i thomë, faleminderit që keni ardhur me marrë pjesë mu, se pa ju jam i varfën. Pra për thirrja në fund për medalat të juve, nuk ka gjatë tjetër, vetëm ashtë dhurata që spikat, midis tana dhuratave që të ka dhënë Zoti, tana potencave, potencialiteteve që të ka dhënë Zoti, një atë më të mirën aktualizoje. Fatkeqësisht ne jetojmë një botë që jo tanë njerëzit e kanë këtë mundësi. Nuk e kanë tanë njerëzit. Nuk e kanë këtë mundësi, atëherë duhet me marrë një për aty në thirrjeve të vogla që janë sekundare, që edhe ata nuk janë të këqija. Kur jam kanë njëri, kam pas shef me kanë doktor. Ka kanë një thirrje sekundare,